Ndonë se në mungesë të quorumit, seanca e jashtëzakonshme e thirrur nga deputetët e lëvizjes vetëvendosje është duke vazhduar dhe në këtë çast është deputeti i lëvizjes vetëvendosje, njëherë është kryeministri Albin Kurti, i cili është duke mbajtur fjalë para deputetëve dhe i cili është duke arsyetuar edhe ai nga lëvizja vetëvendosje thirrjen e kësaj seance. Paraprakisht në fillim pra të seancës ka qenë krye parlamentari Demal Basha, i cili ka theksuar që meqenëse nuk ka hasur në mirëkuptim të partive ish opozitare, ka në mbledhjen e kryesisë e ka parë të rrugës që ta thretë edhe një seancë të jashtëzakonshme dhe ta miratoj pra kërkesën e deputetëve të lëvizjes vetëvendosje, meqenëse sipas tij në rast se nuk miratohen buxhetet e komunave të Prishtinës, Gjilanit, Zubin Potokut, buxheti i RTK-s, buxheti shtetëror për vitin 2026 dhe disa marrëveshje ndërkombëtare, atëherë humbin shumë jetë për Republikën e Kosovës, njëkohësisht edhe për qytetarët e Republikës së Kosovës. Derisa në emër të lëvizjes vetëvendosje ka folur kryetaria e grupit parlamentar të kësaj partie Mimoza Kusari Lila, e cila ka theksuar që nëse nuk votohen deri në fund të dhjetorit këto mjete, pra mjetet e Bashkimit Evropian, mund të humbin mbi 200 milionë euro, të cilat janë duke pritur dritën e gjelbët nga kuvendi qysh prej vitit 2024 dhe edhe në legjislaturën e kaluar, ndonë se kishte shumicën lëvizja vetëvendosje, nuk ka arritur që t'i kalojë të njëjtat dhe kështu pra është shpërndar legjislatura e kaluar. Derisa përveç deputetit Përpatim Gruda nga Partia Demokratike e Kosovës, asnjë tjetër nuk ka marrë pjesë nga partitë që dirigjojnë në opozit, PDK, LDK, AK, Nisma dhe vetëm Berishës së egjiptianëve. Gruda tani më ka lëshuar sallën, mirë po ka mbajtur një fjalim të gjatë fillimisht për para deputetëve të lëvizjes vetëvendosje, ku ka arsyetuar mungesën e partisë së tij dhe ish partive opozitare, duke theksuar që thirrja e seancës është jo kushtetuese dhe jo legjitime, meqense puna parë që duhet të bëjë legjislatura e re është dashur që ta zgjidhë qeverinë dhe meqense e njëjta nuk ka ndodhur, atëherë edhe thirrja e seancave nuk mund të jetë legjitime. Po ashtu edhe çështja e krijimit të komisioneve parlamentare, që ka qenë pika e parë e rendit të ditës në këtë seancë të jashtëzakonshme, sipas Grudës nuk mund të bëhet, meqense akoma nuk dihet se kush është pozitë dhe opozitë dhe ndarja e këtyre komisioneve nuk mund të bëhet pa pasur një qeveri. Derisa edhe sa i përket çështjeve të marrëveshjeve ndërkombëtare, ai ka kritikuar që një gjë e tillë nuk është bërë gjatë legjislaturës së kaluar dhe nuk është bërë edhe prej kurse është konstituuar kjo legjislaturë pra nga shtatori e tutje, mirë po është lënë në ditën e fundit kur do duhej që të bëhej votimi për mandatarin Glauko Njufca ose në të kundërtën të shkohet në zgjedhje. Kjo ka nxitur edhe kundër replika nga Hekoran Morati dhe Albulin Haxhiu, të cilët kanë thënë që kanë një të drejtë qeveria në detyrë ta bëjë pra edhe çështjen e buxhetit, por edhe marrëveshje ndërkombëtare, mirë po kjo është kundërshtuar prapë nga zoti Gruda. Aktualisht arsyetimi, siç thashë edhe më herët, është duke dhënë deputeti Albin Kurti dhe në vazhdim u lë me një pjesë të fjalimit të tij. Por rregulloren e nevojshme për themelimin e këtij instrumenti.